Dubai, disa projekte nuk mund t'i gjeni dot në Google, sepse ende nuk janë lançuar. Ky që po ju sjell unë sot është një prej tyre. Row District by Imtiaz, një projekt i cili po ndryshon mënyrën e jetesës urbane jo vetëm në Dubai, por në të gjithë botën. Le të fillojmë menjëherë me lokacionin, sepse nga këtu fillon gjithçka. Jemi direkt në Sheikh Zayed Road, arteria kryesore e Dubait. Dhe mbi të gjitha, jemi vetëm 15 hapa larg stacionit të metros ekzistues. Nga kjo adres kemi 10 minuta për Palm Jebel Ali dhe Expo City, dhe vetëm 15 minuta për Dubai Marina, Palm Jumeirah dhe për në aeroportin e ri Al Maktoum International Airport. Lind pyetja, por çfarë bën Row District ndryshe? Row District është një koncept urban tërësisht i ri për Dubai. Bëhet fjalë për apartamente fully furnished, me smart home system të integruar dhe gjithashtu me 2 plane pagimi. Ndër të tjera, njëri prej tyre ka dhe një plan pagimi 3 vjeçar pas përfundimit të projektit. Ajo që më emocionon më tepër është se Imtiaz me këtë projekt nuk do të ndalet vetëm në Dubai. Row District do të jetë një koncept global, i cili do të jetë prezent në Dubai, në Londër, në Miami edhe në Madrid. Ky është vizion i vërtet, e njëjta cilësi, e njëjta filozofi, vetëm se tregje të ndryshme. Si mund të veprojmë tani? Jemi në fazën e parë para lançimit zyrtar të projektit, kështu që për të gjithë ata të cilët duan të investojnë në Dubai, mund të prenotojnë në këtë moment një garsonier me vetëm 12.000 euro dhe një apartament 1+1 me vetëm 20.000 euro. Më shkruani dhe le të flas.